Ndodhe edhe kjo në SBA. Prostituta u ofron seks falas policëve, si reagojnë ata. Një ngjarje e pazakontë ka ndodhur gjatë një proteste në Teksas, e cila u mbajt në kuadër të valës së protestave që kanë përfshirë mbar SBA-n pas mbytyjes brutale të afroamerikanit George Floyd, i cili vdiq teksa një oficer policie i vendosi gjurin mbi qafë për gati 9 minuta. Një prostitut e cila mban pseudonimin Phoenix Divina shihet në një video të bërë virale në rrjet, teksa i propozon policëve që të linin detyrën që t'u bënte seks falas. Në videon e postuar në Twitter, ajo dëgohet të thotë: "Unë do bëj seks falas me çdo oficer policie që ikën nga puna sot. Kjo ofertë e mirë është deri në fund të mbrëmjes. Unë kam shumë karta biznesi. Hidhini armët tuaja. Bëuni një qenie njerëzore në jetën tuaj." Siç shihet në video, një prej policëve mbetet i shtangur ndërsa i thotë se është i martuar, ndërsa prostituta vijon duke i thënë se ata i duan vajzat si ajo, madje i akuzon për përdhunime dhe arrestime të tyre.